çmimin sot që ne flasim, nuk ka sot një familje normale me të ardhurë mbi mesatare, nuk mund të blej banesë në Tiranë. Jo, mund të blej absolutisht. Nuk jam dakord me këtë, sepse dhe një familje normale, ja ta them. Ndoshta nuk mund ta blej me likuiditet, të lutem. Të ardhurë mesatare, sot sipas të dhënave dje doli raporti, janë 10.000 euro në vit. Që do të thotë bruto. Që do të thotë më pak se 800 euro në muaj bruto. Që do të thotë neto do të jenë diku ke 600 euro. Që janë 55.000 lekë të reja ose 550-560.000 lekë të vjetra. Një familje me 4 veta, me 2 të rritur që punojnë, marrin 1.100.000 lekë të vjetra. Me 1.100.000 lekë të vjetra, kam përshtypjen që nuk ka mundësi as të paguaj shkollim të mirë të fëmijëve, nuk ka mundësi as të strehohet, nuk ka mundësi as të ushqehet. Përballoj kostot e jetesës. Kostot e jetesës, sepse janë shumë pak. Që do të thotë një familje mesatare e ka të pamundur në çdo cep të Tiranës të blerë një shtëpi sot. Nëpërmjet të ardhurave formale. Nëpërmjet të ardhurave formale patjetër, por mos ta harrojmë që këtu ndërhyn edhe pjesa e kolateralit që ti merr një shtëpi të përfunduar, pra ble një pronë të përfunduar dhe ble me kredi. Sa del kësi? Po sa mund të dalë kësi, ajo varet nga çmimi gjithmonë dhe ti nuk mund të jam shumë dakord me ty. Duhet ta kesh 20% që të shkosh dhe të marrësh një kredi. Pra ti duhet ta kesh diçka të kursyer dhe për të arritur me këto paga që janë sot, për të arritur këtë kursim, ty të duhen minimalisht 15 vite, 20 vite për të arritur të 20% dhe ku në periferi të Tiranës, se nuk po flasim për rrethin brenda Unazës. Jo, rrethin brenda Unazës nuk po flasim dhe unë atë po them që janë zona të reja në zhvillim, që ndoshta mund të them që zona e Paskuqanit është shumë e afërt me qendrën e Tiranës, a ke 7 minuta. Dhe kemi 950 apo 1000 apo 1200 varet nga ndërtimi. Shiko se ne duhet e nisim të krijoj diskutimin një rritje të çmimit edhe Unaza e re që u vë në funksion. Patjetër, pjesa urbane dhe pjesa infrastrukturës gjithmonë krijon rritje. Për ta vazhduar te kjo, ajo çka ne diskutojmë për çmimin, ajo vlera shtesë është ç'a ofrohet sot në Tiranë, në këto ndërtime të cilat ne kemi. Sot transporti publik i Tiranës. Pra, ajo që ka ne arrit kostën edhe rrit vlerën e një prone. Ajo që ka blejmë sot, me 3.000 euro metrin katror, 2.000 euro metrin katror. Në fakt, transporti publik është skandaloz për nga të gjithë elementet përbërës në Tiranë. Rrugët, mbi popullimi. Ajo që ka ne kemi parë, pasoja kryesore e ndërtimeve, pikërisht është mbi popullimi. Dalim për te fakti që kemi disa komplekse që po zhvillohen në periferi të Tiranës, të cilat ofrojnë diçka. Po ne po flasim për një mbi ndërtim të Tiranës. Prandaj thash, tregu i ka të gjitha. Dhe ky mbi ndërtim i Tiranës nuk të jep një ofertë caktuar që ati që blen sot të marrë diçka më shumë, dhe nuk shkon në proporcion me çmimin. Më shpjegoni një gjë, si është e mundur që në këtë veprimtari norma e fitimit të jetë e palimituar? Sa spekulimi i tregut. Kjo që është spekulimi i tregut. Është lënë tregut. A treg i lirë, ofertë kërkesë, qose unë e përballoj me fitu 2 fishin, qose tregu ka kërkesë, si përpara ka pas kërkesë. Se 4 vitet e fundit nuk ka kënë keq. Ma përpara ka kënë shumë herë më mirë, ma përpara ndërtuesat Kjo është pjesë spekulimit, që quhet kanë lujt harush me çmime, kanë bërë çka kanë dashur edhe janë shit pallati pa pse ka pas kërkesë reale. Dëgjoj Marildo, po flas për raportin midis investimit, strukturës ekonomike të një investimi dhe rolit të shtetit në këtë rast, i cili të krijon ty të gjitha garancit, por nuk mund të të lejoj që për shkak të tregut të kesh një normë fitimi jashtë logjikës, jashtë normales. Shteti ty nuk të mund të pengoj për një pronë që ti ke investu lekë të jetës tane, ke investu gjithë shkante, e me të thonë ke me vu çmimin kaq. Jo, ka një gjë. Sepse në qose unë e veç çmimin si për tregu, mu s'ma blenë, mu me të prona aty, e unë Jo, nuk po flasim për të njëjtën gjë.